Sa dita e premte padyshim na gjen edhe në kuadër të telefonatave që do të vinë nga qytetarët në këtë çast, për të gjitha pyetjet që përndiqni në këtë moment nga shtëpia mund t'i alternojmë në studio duke patur kështu edhe komunikimin e drejtë për drejtë me një gjithmonë duke patur një ekspert ose një profesionist të fushës për të kuptuar edhe aspektet e ndryshme që i shqetësojnë qytetarët. Por sot do ndalemi tek aspekti shëndetësor, çka është më e rëndësishme. Numri telefoni në fakt që është i afishuar pikërisht në ekran, ju mund telefononi të zini radhën për qenë të parët që të mund të kontaktoni në studio, pasi do flasim për aspektin shëndetësor, sikurse thashë në nisje të stinës së dimrit. Kam mjekun alternativ, gjithashtu dhe presidentin e shoqatës së mjekësisë alternative shqiptare, zotin Hysni Dangshi, cilin e përshëndes. Përshëndetje, mirë se vjen. Kënaqësi të kem program. Faleminderit për ftesën. E rëndësishme shumë është edhe kujdesi ndaj vetes, sidomos për ata të cilët nuk i kanë gjithmonë alternativat për të dalë të shkuar në farmaci, për të shkuar në spital, për të treguar një lloj kujdesi i vetë përmbajtur kështu personal në kushte shtëpie. Në këtë sezon besoj që është ende herët për të filluar dhe ato trajtimet e para të gripit, të sezonit gripal. Çfarë duhet kemi parasysh? Kryesisht moshat e mëdha ndalemi. Atëherë si mjek alternativ vërteton të shpalos metodat alternative që mund të përdorin njerëzit në kushte shtëpisë dhe pa shkuar tek mjeku i familjes ose në farmaci. Pra mjekësia alternative ka qenë një rrugë zgjidhje prej miliona vitesh më parë për njerëzimin dhe kështu që nëse dikush duhet përdori natyrën mbi mësinë, do thotë që po përmirëson shëndetin e tyre, sepse bimet janë ilaçet dhe qajrat që të ndihmojnë pa efekte anësore në drejtimin e shumë sëmundjet. Kështu që është e mirë që çdo pacient në fazë fillestare të një gripi tjeftofi apo të një sëmundje tjetër, e tensioni tjetër më radh, në kushte shtëpisë kanë mundësi të shpalosin shumë metoda alternative edhe nëpërmjet internetit që i morrin dhe nëpërmjet shtypit edhe gjithashtu dhe me shpjegimet që bëjmë ne si mjek alternativ për të dhënë recetat se si mund të kurosh edhe në kushte shtëpisë pa shkuar deri tek spitali apo farmacia. Problematikat e qytetarëve janë të shumta. Unë e mora padyshim që nga sezoni, po themi kështu, i dimrit, gripi, por nuk është ky vetëm. Shqetësimet që ju keni personale me trupin tuaj, të formave të ndryshme, përdorimi i produkteve ndryshme, mund të bëni pjesë duke telefonuar në këtë numër telefoni sikurse tash, keni pa pagesë dhe ta shfrytëzojmë kohën sepse mos u dendin në fund se nuk kemi kohë të menaxhojmë të gjitha siç ndodh gjithmonë. Ndërkohë, zot Dangshi, sa i takon sugjerimeve të para, çfarë do të jemi? Ju thatë u ndalët e çajra në fakt, por se kemi telefonat. Okej, e marrim atë telefonatën e parë, përshëndetje. Mirë se erdhën në studio. Alo, mirëmbrëma. Po, mirëmbrëma. Mirëmbrëma i dashur. Unë po shikoj diçka aty për punën e gripit dhe stofit se këtyre gjëra, por nuk e kam lënë ça temë keni për sot. Pikërisht për këtë aspekt. Po që duhet të ruhemi nga gripi. Ju doni të jepni opinionin tuaj apo keni një pyetje edhe për mjekun alternativ që kemi në studio për të dhënë ndonjë këshill apo sugjerim? Ja, me thënë drejtën nuk mund t'jap as këshill mjeku pres këshilla nga ai, po me thënë drejtën, ne për gripin ruhemi. Në Itali, qoftë në Shqipëri, gripi vjen për gjithë. Mirë, të falenderoj, nuk më kuptove. Kisha pyetjen që doni thjesht të jepni mendimin tuaj në studio për këtë temë apo keni një pyetje që i drejtohet mjekut? Pra doni një këshill, një sugjerim? Jo, shumë faleminderit, vetëm një mendim, se me qenë se më doli linja, një mendim kisha që të gjithë do të ruhemi nga gripi, mundohemi që ta ruajmë veten sa më shumë, sepse po të mori gripi të la ratën kravat një javë, 2 ditë dhe ikoja punë. Falenderoj shumë për telefonatën, kënaqësi dy kishim, ndërkohë presim të tjerë telefonata nga qytetarët në mënyrë që të kenë edhe mundësinë për të deklaruar edhe problematikat e ndryshme që kanë. Po. Atëherë, në kushte shtëpisë çdo kush mund të përgatisi një çaj, një bim, si për gripin, për ftofën e tjerë mendaci, limoni, xhinxheri, ka plot metoda të trëndafili egre e tjerë më radh që ata vrasin virusin pra, dhe thotë rrisin imunitet, rrisin rezistencë, ku në këran tjetër kanë edhe vitaminën C që jep forcë dhe imunitet të rezistencë pacientit që ka këtë problem. Kështu që në kushte shtëpisë shumë kollaj njerëzit mund të bëjnë këta metoda dhe duke i përzgjedhur me mjalë që jep një forcë akoma më shumë për qajrat përgatitet për të pasqyruar mënyrën se si mund të kurohet mënyrë më të shpejtë. Pra do thotë që po marrim si të them pra xhinxhin, limonin edhe trëndafilin dhe egër, domethënë t'i zgjim së bashku dhe një lugë gjellë me mjalë, mjalë cilësor, jo mjalë kështu
Ç'është si të dallojmë mjaltin selson? Po, dallohet sepse bën ca prova edhe në kushte shtëpi, sepse nëse lën mjaltin në pjatë dhe i shon ujë dhe ajo shikon se merr pamjen e hojë të bletës, do të thotë që ky është mjalt origjinal. Pra aty çdo kush kanë edhe metodat e veta në kushte shtëpisë që e vërteton mjaltin, ka edhe shumë metoda tjera, por tashti ka edhe abuzime, por në përgjithësi këta firmat, kompanitë dhe këta që janë serioze, tregtojnë mjalt të mirë dhe nuk kanë probleme. Kështu që çaji Shërebeles është i përkryer për ftofin, gripin, për djersitin, për kollin, gelbazën e tjerë me radhë. Duke përzier me thundër mushkët, pra është një bim, një qethe jeshile që rritet në për burimet, ku ka burime, kështu që ndihmon edhe për pastrimin e mushkërive të kollë, sepse ne jemi tashti në pothuajse në fund të muajit tetor, por gripi ka qenë i pranishëm në çdo stin, sepse viruset kanë ardhur njëra pas tjetrës. Shkojmë në një tjetër telefonat, një pyetje që kanë në këtë çast për mjekun. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po. Jeni në studio, pyetja juaj? Nuk e di se nuk për indik se jam në Rumani ti, Ermal. Po? Mirëmbrëma jam. Po. Po ta teme që bëj një pyetje. Po? Jam në Bukuresht, nuk e di temën e... Për temën, diskutimin se nuk i dëgjova mirë. Atëherë, kemi mjekun alternativ në studio. Nëse ju keni nevojë për ndonjë këshillë apo sugjerim si të përdorni, po themi, produkte të ndryshme në shtëpi për të marrë kura të ndryshme, për shembull përdorimi i çajit, zotëria tha në fakt forma të ndryshme që mjekësia alternative popullore sugjeron. Nëse keni një pyetje dhe vuani nga diçka, mund t'ia bëni mjekut. I falenderoj shumë mjekut, bëni shumë të pala. Unë jetoj më shumë në Rumani se sa në Shqipëri. Edhe e respektoj në jashtë shpatje mjekët. Mjekët janë ato që e mbajnë njën gjallë. Edhe nuk ka ne shumë smunën e gjatë se jam aktiv gjatë gjithë kohë. Mirë, kjo është e rëndësishme. Na vjen mirë që je aktiv dhe je në rregull dhe shëndet. Të përshëndesim. Të falenderojmë për telefonatën. Të presim një tjetër telefonatën këtë çast, se ka vërtet pyetje direkte përveç përshëndetjeve që na bën në program edhe falënderimeve. Jam aktiv, thot, për sa kohë është aktiv, atëherë skep. Ashtu uroj të gjithë njerëzit të jenë aktivë dhe të jenë të shëndetshëm. Sepse dy mjekësi ka, mjekësia alternative dhe mjekësia shkencore. Të dy mjekësit punojnë paralel për shëndetin e njerëzve dhe ne duam që ata të gëzojnë jetë normale, kështu që ne gëzojmë dhe bëhet qefi. Dangshi për ata që kanë dhimbje kronike të kokës, çfarë sugjerohet? Po, shumë njerëz kanë dhimbje kokës dhe e thash edhe në një stacion televiziv tjetër, isha para i ftuar para një javë dhe nga dhimbjet e kokës vuajn rreth 4 miliard njerëz në botë. Edhe 4 miliard nga dhimbjet e kokës dhe nga migrena vuajn 3 miliard njerëz. Pra janë të saksuar, pra njerëzit kanë dhimbje koke nga spolatroza, nga gjonatoride, nga stresi, po janë të ndryshme, nuk është njerëzit që kanë probleme me dhimbje koke nga nevralgjia, nevri trigeminus, disa nga spolatroza cervikale e qafës e tjerë. Pra do të thotë që ne duhet dim në përgjithësi që është dhimbja e kokës dhe si zhvillohet dhe çfarë ka ky person. Pra përcaktimi konkret thoni ju që padyshim pastaj t'japësh edhe. Edhe për shembull nëse ke një dhimbje koke në kushte shtëpisë, nuk ke një paracetamol apo një diçka në kushte shtëpisë, mund të marrësh një qep e pret në feta dhe vendos tu në ballë dhe ja fashaton dhe ai për një gjysore pushon dhimbjen e kokës. Ose në qoftë se... Më falë vetëm pak. Ju lutem të gjithë ju që përndiqen në këtë çast, po më njoftojnë nga regjia, thirrjet, telefonatat i bëjnë në WhatsApp, në këtë numër telefoni, në WhatsApp jo në telefon se nuk ju fusin dot, vetëm në WhatsApp regjistrojnë numrin dhe na kontaktojnë në WhatsApp. Pra, te dhimbja e kokës, qep. Po pra, nëse nuk ke një ilaç për ta qetësuar për momentin, pra qepe dhe pret në 2-3 feta dhe vendos tu në ballë dhe fashaton dhe për një gjysore pushon dhimbje kokës. Po si ka mundsi? Po vetë aciditeti i dhimbjes kokës pra thith këtë atë ndjesinë e shtrëngimit me prejardhjen nervore dhe pushon dhe qetëson, neutralizon dhimbjen e kasmuar. Po ashtu edhe ara, po të konsumosh 3 kokra 3 deri në 5 kokra ara çdo ditë esën në mëngjes ose me ushqim në mëngjes, pra sepse ara ka pamjen
e kokës. Dhe dy lobët mrena që janë lobët e trurit, pra qenë trurin. Ato dy fetat që kanë në mes. Pra ju besoni që gjithë shka që është naturale është jo pa arsye? Jo pa arsye, sepse njerëzimi miliona vite më parë nga këto metoda është shëruar. Dhe janë metodat shënuar të regjistruar, si që është Biblia dhe Kurani, është për shembull edhe mjekësia Muhamedit asaj kohe dhe librat e mjekësisë popullore të hershme ose mjekësisë alternative. Dhe kështu që bota e qytetëruar e ka shumë të zhvilluar mjekësinë alternative, po ashtu edhe këtu në Shqipëri. Ne kemi dhënë një hotë të madh të mjekësisë alternative në Shqipëri, ka rreth 15 vite që unë krijova edhe këtë shoqat dhe kam mjek alternativ, do të thënë ajkat e më të mirë të Shqipërisë, të gjitha profesionet, dhe kanë dhënë një kontribut për shëndetin e pacientëve, dhe kështu që unë jam i kënaqur nga kjo mjekësi alternative dhe nga këto mjek alternativ, sepse kanë dhënë rezultate të mira në shumë trajtime. Disa shërojnë me metodat popullore, me hijame, disa me kupa, disa shërojnë sëmundjet me ilaçe, me bim, disa me akupunktur, e disa tjerë të më thënë që janë mjek alternativ për ortopedik, për thyrje koskash e tjerë me radhë, për të thotë që çdo kush në specialitetin e vet i ka dhënë një rrugë zgjidhje në drejtimin e duhur për para se ta çojmë pacientin në spital. Që të fitojmë kohën, edhe të japim disa këshilla, disa sugjerime. Tek rastet nëse ju keni, padyshim se unë bëj pyetjet e mia, por ju keni gjithmonë, besoj, përgjigje për të gjitha problematikat, tek ndrydhjet ose thyrjet që kanë patur edhe gjatë kohës kanë dhimbje, çfarë sugjerohet ndoshta për qetësim? Po pra, unë thash kam në shoqat mjek alternativ që janë ortoped alternativ, pra që janë të dedikuar. Janë dedikuar dhe punojnë me klinikat e tyre private, dhe më thënë, ashtu si shpunon dhe unë klinikën time, unë me bimë dhe me ilaçe bimore, por mjekësia alternative tashti është e avancuar, nuk është thjesht vetëm zgjidhje bimë, sepse mjekësia alternative ka industri farmaceutikë në botë me kokra, tableta, kapsule, kremra e tjerë me radhë. Okej, kemi një tjetër qytetar në këtë çast, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po, pyetja juaj për zotrin? Një pyetje për mjekun. Po. Çfarë ilaçesh mund të përdorësh për operativ? Edhe një herë të lutem se patë një probleme me internetin, nuk u dëgjuat mirë. Edhe një herë pyetjen? Për prostatën, çfarë mund të përdorësh ilaçe popullore nga mjeku alternativ, doja? Po. Për prostatën ka plot metoda alternative dhe rrugëzgjidhje, pra faleminderit zotrin, na ndiqni nëpërmjet ekranit tani që ta dëgjoni qartë, okay? Po. Atëherë merrni far kulli, siç është fare kulli, një grush me fare kulli, zihen në 1 litër gjysmë ujë për 20 minuta dhe pihet çaj mëngjes esull për 1 muaj rresht. Një metodë e parë. Metoda tjetër, merret kokrat e gështenjës e egër, pra e 3 deri në 4 kokra, i coptuar dhe i fusim në alkool 75 gradë për 10 ditë një kavanos dhe i pi me pikat. 3 herë nga 30 pika në ditë para buke. Pastaj kam marrë një ilaç tjetër bimor në Kroaci, që është një ilaç brokulin, është për krye brokulina, është për zvoglimin e adenomës së prostatës, për infeksionin e prostatë deri te tumorët në prostatë. Është një ilaç bimor që bëhet nga rrojët e brokulës, vetë brokula lulja ka 30% efektshmëri dhe rrojët e brokulës 100%. Kështu që me rrojët e brokulës, shpiksi shkencëtari ka prodhuar një ilaç në formë kapsule që pihet 3 herë nga 2 kapsule në ditë për të zvogluar adenomën në prostatë, ato që urinojnë shpesh gjatë natës, dhe unë kam pasur rezultate shumë të mira me qindra pacientë dhe kanë shpëtuar dhe nga operacioni. Qartë, ne presim një tjetër telefonat në këtë çast për tjetër shqetësim, ndërkohë që zoti Dankshi do përgjigjet në studio. Kam një sugjerim për ata persona të cilët kanë probleme me kemi një tjetër telefonat, do ta bëj pyetjem pas pak. Po, mirëmbrëma, që t'japim hapësirë të qytetarëve. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma zoti. Po, pyetja juaj? Kam prej 4 vjetësh me nerv trigominal, po vuj shumë, lloj mjekimesh kam marrë, lloj mjekimesh, nuk kam lënë spital. Dhe nuk e di si mund të orientoj doktorri.
E dëgjohet besoj që? Jo, nuk dëgjohet, se ti jemi kufi, unë s'kam kufi. Atëherë, regjia, ndjes. Ju lutem audio në studio dhe ngrini sa më tepër audio që dëgjohet, sepse nuk arrin ta dëgjoj dot ai ftuari. Edhe një herë lutem nëse ke mundësi, prej disa vitesh më thej që vuan. Kam prej 4 vjetësh. 4 vite. Nerv trigomenal. Nerv trigomenal, po? Po. Po, kam marrë lloj mjekimi. Dhe akoma nuk kam fare ashtu, mezi hapur, mezi flas, i kam shumë. Po, do të pyes çfarë shqetësimi të jep? Po. Çfarë shqetësimi? Nervi. Vetëm nervi trigomenal? Në notë. Po pra, vetëm nervi trigomenal. Atëherë do të përdorish shëvajnë e farëzes duke pirë 2 herë nga një lugë kafe para buke dhe masazh çdo darkë nga 10 minuta nervit facial të trigomenal. Pra vajnë e farëzes edhe tapin edhe të bëjmë fërkim dhe masazh. Vaj farëzes. Vaj farëzes që vjen nga bota arabe. Po, vaj farëzes të shëron gjithçka përveç se vdekjen është një term në Kur'an, pra do të thotë që është për shumë sëmundje. Ai mund ta përdorin pra nga goja, 2 herë nga një lugë kafe dhe pastaj fërkim dhe masazh në nervin trigomenal. Shkojmë në një tjetër telefonat në këtë qas, kudo që për andishni mund bëni pyetjet tuaja, por padyshim edhe mund t'i dëgjoni nëse nuk arrini dot që t'jeni shumë të qartë në këtë qast me mjekun e studia edhe në YouTube në kanalin e Report TV mund të dishin në studio live. Ndërkohë, dësha dy pjesa po të bëhet gati telefonat tjetër për personat e cilët gërhasin gjatë natës. Mund të jemi në një sugjerim ose ndim? Atëherë, gëritja gjatë natës vjen si rezultat i disa pacientëve, pra ato që përdorin alkool, pinë duhan dhe kanë rrënjën e gjuhës e kanë të shkurtër. Vetë personi që e kanë rrënjën e gjuhës. Dhe nga ka stresante, pra nga stresi i ditës. Pra njerëzit që kanë ngërritje nuk do të përdorin një stik të lartë, pra sa më të ulët, që kur rrinë me kokë mbrapa, do të thotë që traket jetë në mënyrë jo e përthyer për të jetë mënyrë diagonale e drejtë që mos ketë pengesë në gërhitje. Pra kjo është një ndër bidat kyçe. Bota të rritë do nxjerrin edhe një jestik kundra gërhitjes. Okej, shkojmë në një telefonatën në këtë çast. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po, pyetja juaj? Unë kam një shqetësim buzë dhe më rrin të plasura gjithmonë, të thara dhe plasura, dima në verë. Okej. Mos emociono, s'ka problem. Emocionu asoja. Kam me buzë thotë i kam të plasura gjithkohës, dimër dhe verë. Po, kam bën një pomadë bimore, është për gjërimin e këtyre plagëve, që është tek djegët në kushte shtëpisë, nga gjithë fizike kimike. Merë jetë shpreja të plas të buza. Po pra, edhe për gjërimin e lëkurës pra. Ilaç bimor. Kjo është sugjerimi që mund ta ndihmojë. Po, shumë efikase. Dhe mbrenda javës e regjeneron. Mund të ketë edhe mykun e lëkurës, pra pacienti duhet parë ose të vinë në klinikën time që ma sugjerojnë, pra ose ka myk ose thjesht mos është një lëkurë delikate dhe duhet regjenerohet me pomada ilaçe bimore. Pra kjo është ndihma që i vjen. Për sa kohë mund ta përdorin këtë? Është një javë ose 10 ditë. Jep rezultat. Kryesisht kurat të tilla kanë kjo është kohëzgjatje relative që shkon një javë dhe ditë apo varet edhe nga shqetësimi? Jo, varet nga sëmundja, sepse unë përgatis shumë ilaçe bimore natyrale për diabetin, gjenatorit, për strumën, ngushën, menopazën, këtë reumatizme tjerë me radhë dhe çdo kush ka afatin e vetë, pra kur vjen në klinikën tim, unë shikoj analizat, shikoj eko dhe skaner, rezonanca tjerë me radhë, çfarë ka ky problem, ka hernia diskale, spoliatroz, ka gjenatoride, ka nerv sciatik. Okej, kemi një tjetër qytetar në këtë çast. Mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Po, jeni në studio, bëni pyetjen mjekut. Desha numrin e telefonit dhe klinikën ku e ka doktori? Në qendër të Tiranës, ke pjacë. Në qendër të Tiranës o doktori, por nëse ke një pyetje drejt për drejt tani mund ta ezaurosh, me që ke mundsinë. Numrin e telefonit. Okej, ju e regjia. Faleminderit atëherë. Faleminderit që ndërhyjve, japim një tjetër mundësi, një tjetër qytetari që të Ke muzeu kombëtar që e Tiranës. Po. Sa për si interaktive dhe flasim për këtë çështje. Një tjetër aspekt. Tek gërritja ju thatë që ta përfundoj se më duket se ndërpreva ishte vetëm çështja e astekut kryesisht që duhet të shmangin. Po jo, duhet të shmangin edhe alkool edhe duhani thas në një kozjatje. Po për personat që nuk pinë për shkakun? Po pra, për personat që nuk pinë do të thotë që e kanë me prerje nervore stresante. Pra stresante. Atëherë përdor
ilaçe kokra bimore, ose qajra që janë valeriane, alora, e tjerë me radhë, ose barën e bletës, çdo darkë për ta qetësuar, përmirësuar. Sepse këta persona, jo çdo kush stresohet dhe ka gëritje, por këta që streson, në radhë parë, ato më përpara se të stresohen, ata kanë rrënjën e gjuhës, është e shkurtër dhe nuk e kryen funksioni, pra kur bien mbrapsht që flen, do të thotë që zet, bllokohet, edhe është si punë valve, pra hapet mbyllet. Pra njerëzit që kanë rrënjën e gjuhës të gjatë, do të thotë që nuk e kanë këtë problem, vetëm ata që janë të lindur, edhe kjo i rëndon më shumë, thash kafja dhe alkooli, edhe stresi. Reumatizmat tek moshat e mëdha që mund t'i vijmë në ndihmë? Po. Unë kom bërë një ilaç në formë tinkture për reumatizëm dhe më kyçe tjerë me radhë, që pihet 3 herë nga 20 pikë në ditë para buke, por shumë mirë duhet të zinë hithrën, rrënjën, gjethën dhe këcëllën, pra komplet hithrën, dash të njohëm, dash të thatë, pra që ta pinë çajin e hithrës, ose çajin e kokrave të dëllëngjës e egër, dëllënjë e zezë, bile, se ka dhe të kuqe dhe zezë, pra nga jo që bëhet juniperus, pra e zezë, dëllënjë e zezë. Pra, po të zezë çajin e dëllënjës e zezë, pra që të son dhimit e kyqesh, artritet, artrozat e nervosciatike tjerë më radhë. Mirë, ne do bëjmë gati të presim një tjetër telefonate edhe sipas hapësirës kohore e kemi. Mirëmbrëma, mirë se erdhën në studio. Urdhë. Po, jemi në studio. Pyetja juaj? Urdhë, çfarë keni, lutem? Zotëri, na telefonuat ju, apo jo? Ja. Jo. Okej. Po. Është edhe një rast i çuditshëm shumë. Mirë. Ndoshta ka provuar më herë, por nuk e ka kuptuar zotëria. Por se kishim një tjetër hapësirë telefonate tani, por që mos i marrim kohën dhe qytetarëve të tjerë nëse e kemi. Aroma e keqe e gojës, po përpiqen të bëj disa pyetje që t'i përcjellin disa mesazhe që t'i vlejnë qytetarëve ndërkohë që vinë telefonata. Aroma e keqe e gojës është mund të vinë shkak stomaku, dhëmbët e prishura e tjerë, por për të eliminuar të gjitha këta, ose për të lënë pas, domethënë me metodën sepse ky vuan nga një gastrit, vuan nga një aciditet i tepërt të stomakut, atëherë do të përdorin mollën e jeshile, ta grinë, ta bojnë rende, dhe ta zinë dhe të pinë çajin e mollës së jeshile që eliminon erën e keqe të gojës, ose mendra, pra në gjiku, mendra, ta morin ta zinë, ta binë në formë çaji dhe eliminon ndjesën, nëse nuk ka probleme dhëmbët, që dhëmbët i ka të rregulluar, atëherë konstatojmë që nuk është nga dhëmbët, por është nga aciditeti i tepërt të stomakut dhe përdor dhe eliminohet brenda një jave. Bile edhe më shpejt, bile për 5 ditë. Mollet jeshile, 2 mollë jeshile të zihen, të grihen në rende, të zihen në 2 litra ujë për 20 minuta dhe pihet çaj me ngjez drejt dhe ndarkë. Si të shtohet dashuria partnerit apo partneres, keni to kërkesa apo nuk u vjen? Po patjetër, sepse në qoftë se atëherë keni dhe kështu. Po pra, ju si mund t'i bëni gjitha, t'i jepni zgjidhje të gjitha. Unë e thash në kontekstin e batutës, pra, në kontekstin e dashamirësisë që ka njeriu, po. Po, unë jam mjek alternative i përgjithshëm, bashkëpunëtor i Arçelik Bodi për 30 vitësh, dhe kështu që kemi punuar fort për të metodat alternative për punimin shumë sëmundjet, dhe kështu që kemi dhënë rrugëzgjidhje. Për shembull? Për shembull, për shumë sëmundje. Unë jam ekspert për të gjitha llojet e djegës, për gjendaturide, për strumën, gushë, reumatizmin, për nervosciatik, herediskale, për shkërit e gurë në veshka, në tëmth, me lëqin, e tjere me radhë, pra do të thonë që kemi dha një dritë e shile, mjekësisë alternative për kurimin e shumë sëmundjet për pacientët që ka nevojë. Mirë, kemi një tjetër qytetar në këtë çast, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Armal, mirë. Mirë, faleminderit. Pyetja cila është? Dëshëm e bëj pyetje doktori, kam babën tim. Po? Kjo është 86 vjeç dhe me jetë. 86 vjeç dhe vuan me kolitin, nuk del jashtë, deli herë 5 ditë. Po. Faleminderit. Çfarë mund të përdorin ai gjë? Po. Ndiqen nëpërmjet ekranit, faleminderit. Atëherë ai mund të jetë me një kolit spastik me fryrë dhe gaz anzorës, domethënë që spirali azorës vjen me ngushtime, me zgjerime e tjerë me radhë, dhe po ti shikojsh në aparat, do thotë që ai ka shumë spazma në zora, dhe për t'i dhënë një rrugëzgjidhje shpejt, do të përdori nga 6 kokra kivi në ditë, ose të vini mori ca çara bimor që ka mund për që të dalin lishëm jashtë, dhe
edhe për të vrarë florën bakteriale, për ta është një, si me thënë, një baktere në zorë, që e rëndon, dhe kështë që edhe mosha jo aktive, kështë që ka rrugëzitje. Falenderoj shumë për kohën dhe edhe unë falenderoj kënaqësi për program.